Dje rreth orës 16:45 në rrugën Mara Ugrinovska në Gostivar, zyrtarët policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar privuan nga liria 46 vjeçarin DD nga Gostivari dhe 68 vjeçarin me iniciale MS nga fshati Çegrani Gostivarit, për shkak se me sjellje agresive mes tyre kanë shkelur rendin dhe qetësinë publike. Janë konfrontuar me njëri tjetrin dhe kanë kërcënuar njëri tjetrin me sende të mprehta dhe të forta, të cilat u janë marrë. Pas dokumentimit të plot të rastit, do të përgatitet parashtres përkatëse. Mbrëmë rreth orës 23:30, zyrtarët policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria 21 vjeçarin DM nga Gostivari, për të cilin motra e tij 25 vjeçare ka raportuar se në marrëveshje me baban e tyre që punonte jashtë vendit, në mënyrë të paligjshme e ka mbajtur të mbyllur për një kohë të gjatë dhe nuk e ka lejuar të dalë nga shtëpia e tyre familjare. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plot të rastit, ndaj tij do të përgatitet kallëzim përkatës. Mbrëmë rreth orës 23:55 në sektorin për punë të brendshme në Tetov, 30 vjeçari EA nga Tetova ka raportuar se në kryqëzimin ndërmjet rrugës Blagoja-Toska dhe rrugës Lubo Bozhinovski në Tetov është sulmuar fizikisht nga një person, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje rreth orës 12:10 një 33 vjeçar nga një fshat i Tetovës në stacionin policor në Zherovian ka raportuar se përmes rrjeteve sociale është mashtruar nga një person në shumën prej 12.000 denarësh. Sipas njoftimit, më datë 13 shkurt 2025, ai i ka porositur personit 2 pajisje GPS për qendë e tij të gjuetisë, por me postë të shpejt ka mbërritur një produkt tjetër, pas së cilës personi i ka thënë që ta kthejë në postë dhe se porosia do t'i kthehet mbrapsht. Sipas raportit, deri në momentin e raportimit, ai nuk ka marrë asgjë dhe personi nuk i është përgjigjur mesazheve dhe thirrjeve të tij, po merren masa për zbardhjen e rastit.